ku jemi rikthyer në kuzhinën tonë për të vazhduar dhe prezantuar një recetë tjetër. Ta tregojmë fillimisht në ekran produktet? Po. Bëhemi dhe Qofte gati. me patate. Kemi qofte me patate tani, shumë të shpejta dhe këto, të shishme, dhe që na plotsojnë atë vaktin që duam, sepse kanë proteinën, kanë vezën, patatet, qepën, pra 1 kilogram 5-6 patate sa mund të shkoj, 100 gram spinaq i freskët, 2 lugë gjelle bim aromatike të freskëta, 1 qep, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj speci kuq pluhur, 1 lugë çaj keri, 1 vezë, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe vaj bimor për t'i skuqur qoftet. Mund t'i pjekim, mund t'i skuqim. Gjithsesi, mësojmë një herë mënyrën e përgatitjes, qofte me patate dhe spinaq. Kjo është receta të cilën në këtë formë do ta gjeni edhe në rrjetet tona sociale, në kanalin tonë zyrtar në YouTube për Reze Dielli. I kemi zier patatet. Supozoj se po i qëroj tani. Pas janë zier, me gjithë lëkurë. Shko kam është me supozime, ta shtim gjëja. I pastrojmë mirë. Pa bëjmë, nuk e... Pastaj, ne kemi Se gati. kam do të dorën kësaj gjëje. I kemi gati. Jo, nuk i kemi gati. Patatet për të bërë Jo, si kam gati fare. Bravo, ja. Kjo është gjëja që desha. Po kështu jemi mësuar neve, ja. Hop. I marr pak sa që të kenë brum patatja brenda. Mbasi kam larë mirë, normalisht, dhe më duhet të qëroj pak që të ketë pjesën e brumit. To patate, dikur na thoshte gjyshja kur fillonim të mësonim ose nusja e shtëpisë. Si e heq lëkurën. Atëre bën apo s'bën për djalin është apo s'është një koqire. Një nga, jo të patate. Tani nuk e kuptoja, e kishin për vlerat që kishte lëkura? Jo. Për faktin që... Ti që pataten, ti që pjesën me të qokë gjysmë e pataten dhe kushtonin? Por sot, pas kanë qënë mençurake, kur kuptojmë që jo, ose nëse sa më thellë të fusim thikën për të qëruar patatet, ne i heqim shumë vitamina që gjenden pikërisht mes lëkurës së patates edhe pjesës së tullit. Por, që të qëndrojnë të vitamina, pëse si mendoni ju se... Po mu kam qënë dhe jam në këqire, pa tjetër. Andaj nga ana nono, si me nga skrapari i shikojnë të gjitha këto gjë, qa është ju glindja këte i shikojnë. Jo pa qëllim, vendosa pëse lëkurët e patates, që unë i kam marrë dhe i kam zier këtu dhe do t'i shtyp më pas, unë i mbarë të lëkura patate dhe i vendos në ujë të nxehtë. Dhe sa të bëj unë recetën, këto zihen avash. Sepse dua të bëj një çaj me lëkurat e patate. Për të marrë ato gjithë ekstraktin e vlerave që thamë. Mu thash shneq për qëron patatet, të cilat duhen të ziera për qoftet, por gjithsesi... Po të ishte nëna ime gjallë, do thosha, ua, korba, na fliqe. Ua. Jo. Do të nderoj dhe atje ku je lartë. Do të nderoj. Atere, marr patatet. Si e bën ashtu, ua, e bëni... Nuk e bëni ua. Atë provë. Kështu të kam mësuar. Patatet e ziera. Shtypen? I shtyp mirë. Nuk dua t'i kaloj as në rende dhe as në një gjë tjetër. Sepse ngrohtësia e dorës e bën punën, e bën më të shkripët pataten. Nuk lejon as një pjesës brumit të krijohet e patatja. Dhe mirë është që të shtypen kur janë të vakta, të ngrohta, jo shumë të ftohta. Do të shtoj qep dhe sërish do t'i përzijej mirë. Miki të lutem të vezën, dua vetë të verdhen. Po. Në që i kam bërduart. Shtoj. Keri. Pakos fare piper. Spec të kush pluhur, të ëmbël ose paprika. Do të shtoj masën e kripës
Dhe vetëm të verdhën. Të bardhën na duhet në një mask, e shtojmë në një vend tjetër, në një supë. Ka shumë përdorime. Si e mirë. Do të shtoj pakës vaj. Kam një mas të duhur. Të ngjeshur. Po mund t'i keni me djath, po mund t'i keni me çfarë të doni ju, por spinaqi shkon shumë mirë. Patates. Bëj një larje të duarve. Do shtojmë edhe spinaqin më pas. Pra, e kemi punuar mirë masën, ndërkohë, mos i largoni dhe ju lëkurat e patateve, më pas do t'ju tregojmë edhe disa prej vlerave që ka një çaj me lëkurat e patateve, po ashtu edhe lëkura në gatim, teksa ne i kemi shpëlar mirë me ujë, me sodë dhe me krip patatet, për të larguar atë dheun e tepërt edhe çfarë kontaminimesh mund të kemi frikë se ka. Me pjesën e patates tani. Jamais. No! Ohi! Tjetër, sa kemi? Plot. Sa të duash kemi? Atëherë, kemi dhe kursin e gjumët huaja. Zysha e gjumët huaja. Sot për je bërë shumë bukur. Je bërë, ke qënë zysh greqishtet. Që e ke këtë pedagogjinë shpjegimit. Me qoftet, i kam lënë një aftohur, në të kundërtën që nuk e lash të ftohet çaj, sepse më duhesh ta bëja kështu dhe shumë e vërtet, mjaltin në çajin e nxehtë absolutisht jo. Këtu, e lë dhe filloj të marr spinaqin. Në katërsh, që të kemë unë mundësi, ta kaloj në blender. Po. Në këtë formë kemi ndryshuar edhe ngjyrat. Tash këto patate dhe mund t'i skuqim dhe mund t'i pjekim. Ne në furrë kemi rolen. Si të duam ne. Po i skuqim pak dhe provojmë pak shijen e tyre. Vetëm patatën e kaloj në shumë patate, vetëm spinaqin e kaloj. Po. Në blender, heq pjesën e madhe dhe shtoj. Ja të marrë dhe një luk. Dhe shtoj pjesën e spinaqit. Përse kam lënë të bardhën e vezës. Jo pa qëllim kam bërë këtë veprim, që të mbejmë pasur pak edhe vendin. Marr koper. Vetëm e koper do ta bëja. Bim aromatike bollshëm. Dhe sërish do ta punojmë. Dhe e punoj me pakos fare vaj. Dhe e kaloj tiganin në plot nxehtësi. Koperi është një kombinim shumë i mirë me spinaqin. Ta laj ta thaj pak këtë se mos të duhem për të vendosur. Pa problem, i vëm i letër tharse, mos u lodh. Po të duam ne, shumë shumë është edhe pluhur pjekës, por jo. Unë i kam pjeshtë. Ti do të ngrojmë tani tiganin me vajin për skuqje, do t'ju japim formë, cilindrike apo rrethore. Dhe i skuqim apo i piqni nëse doni në furrë. Nëse ne do t'i pjekim, ndryshon gjëja. Nëse do t'i pjekim, në fund fare, basi i kemi radhitur në tavë, i lyejmë të bardhën e vezës. Në të kundërt, kur ka martesa për shembull, që thotë bashkiaku, zonja gjendje civile, flit tani ose hesht për gjithmonë.
Ndryshe nga çarçafi. Po, flofole dhe po heshte. Edhe një lugë. Lugë. Faleminderit. Filloj dhe marr këtu. Nga një mas duket që masa është lidhur mirë, është ngjitur mirë, është kompakte. Çfarë i shtuam dhe një herë për t'ja rikujtuar recetën, anvisave që sapo e hapën ekranin ton ose janë duke ndjekur këtë hapësirë gatimi, e keni në ekranin tuaj tani, qofte me patate dhe spinaq. Ju duhen 5 patate të cilat zjejmë. Pasi ju kemi larguar lëkurën, i zjejmë me ujë me krip dhe më pas i lëmë të ftohen dhe i shtypim. Përgatisim më vete 100 gram spinaq të freskët të cilën e coptojmë. 3 lugë bim aromatike të freskëta, 1 qep e gririmët, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj spec i kuq pluhur, 1 lugë çaj kerri, 1 vezë të verdhën e vezës, 2 lugë gjelle vaj ulliri, vaj bimor për skuqje. Të gjithë përbërësit, përveç spinaqit, do të punohen mirë në një tas me pataten e shtypur. E lëm të qëndroj pak dhe më pas shtojmë spinaqin të coptuar ose të grir imët fare tek grirësja i qepës. Të gjithë përbërësit në rreshtore. Dhe më pas i rreshtojmë. Dikur kemi të... Ju japim këto format. E di pse përsërita se ja ju duhen kështu për recetat e shkollës, se unë i shoh me dy, bëm për shkollën. Po, mua më jep kohë, janë të gjitha bashkë. Kjo është kur je përgatitur profesionalisht. Kjo është, s'ka. Nuk luhet me kokën, fare, s'ka. Në një karot, të prerë kështu në kubik, do një ditë do më bësh një çantë. Një ditë do t'ja kushtojmë vetëm kutisë së ushqimit. T'ja thëjnë qofte në një Patjetër, kur të duash. Çfarë duhet për t'ja u dhënë fëmijëve me vete, se dhe ajo është sfidë e madhe e mëngjesit. Mëngjese të rekomenduar të shëndetshme. Tran kemi, petka kemi për mëngjesin. E do të t'jap të t'gatuaj si anvis apo do nga ana profesionale? Si anvis, si anvis, si nën, si gjyshe, si po mi me pse këto gjyshe, ne gjyshet me eksperiencë. Ne gjyshet, brate gjyshe, unë se jam gjyshe me qa flet. Por, aty që të një lexojmë. Po mëj. Anvisat i lexojmë? Jo, le të ngrohet mirë. I çfarë mos ma bëj, as me sy, as me qepallë, do ta marr vaj nga dalë. Ti që të vaj. Atëherë, e di pse e lë pak sa të digjet? Sepse ti pyete për anën profesionale për të koordinuar mirë vlerat, proteinat dhe çfarë duhen për mëngjes. Çfarë si ka, na duhen receta për mëngjes. Çfarë ti vendosim fëmijëve te kutia e ushqimit. Kështu që ndoshta në ditët në vijim do të kemi mundësi të tregojmë disa ide të shpejta të thjeshta. Pakës vaj, nëse unë do ta bëj det, do ta përthithin atë vaj dhe nuk do të jetë fort e këndshme në fund. Gjithsesi, këto janë gjysmë gati produktet. Ka nevojë thjesht një mpikse, një ngjyrë të marrë nga dyja faqet dhe është në rregull. Kemi sjellë më përpara nëse i shohim tek faqja jonë në YouTube, tek kanali jonë në YouTube. Kemi sjellë disa lloje salcash, kombinime të ndryshme, që mund t'i shoqëroj shumë mirë këto qofte, ndaj nuk donim dhe të përsëriteshim, po për shembull çik kos, çik majonez edhe koper ose salca me kuqe, gjithashtu është shumë e mirë. I shoqëron shumë mirë këto qofte. Pra një tigan plot, i ka ardhur koha edhe... Të zhveshim, po e kuptova. Edhe të zhveshim tamam, të zhveshim rolen nga letra. Mirë. Ja, do t'a bëj gati tani. Avash, edhe këto qoftet. Një tigan plot me qofte. E lëm dhe të ftohet pak. I heqim mbështjellsen. E lëm pak fare. Po, se është e nxehtë. Që të krijohen afut dhe laj duart. Do ta lëm përsëri në furr që të marrë dhe një ngjyrë në pjesën e sipërfaqes. E kemi lënë të mbështjellë dhe të shtrënguar fort mirë me letrën e pjekjes. Tani Albana do të bëj dhe
procesin e fundit të recetës. Ndërkohë dhe skuqen qoftet. Kohë sa kemi? E do me minuta, me sekonda, 5 minuta. 5. Për 5 minuta? Do të kemi mundësi të servirim dhe qoftet, mos s'ki merak. Të merren vetëm me këtë çfarë kam, prandaj fyeta. Po. Të ngjajnë pak a shumë, kur bëjmë atë qullin, kaçamakun me mielin e nisrit, bëhen të tilla. Nuk dua t'i skuq shumë, sepse janë ku janë të zjera. Po, se janë gati, po, qartë. Më duhet edhe këtu. Kam faktikisht vend edhe për këto. Do t'i lëmë një. Se zoti ngacmoj tash ti. Ne i servirim pastaj. Pra kam edhe 4 qofte, gjë që i largoj direkt. Pusa po tërmadhe që. Bëhen gati dhe i servirim. Me salcën e kuqe do t'i shoqërojmë, apo jo? Aroma është e mjaltit, nuk ka ndonjë aromë specifike lëkurat e patateve. Me thënë drejtë nuk e kam provuar ndonjëherë. Di që kishin vlera, di që nga shpejtësia, nga ritmi frenetik që kemi në përditshmërinë tonë, me thënë të drejtën, i hedhim lëkurat e patateve, jo gjithmonë kemi vëmendjen se na bëjnë mirë dhe i mbajmë ato, por duke u ndalur pak dhe duke ditur që janë kaq të mira me vlera ushqyese, sepse jo të mos i përdorim pra nuk është vetëm në çaj, në pjekje, po është dhe një emision edukativ, si të edukohemi ne me kuzhinën. Në kuzhinë, po. Të gjitha këto jo nga eksperienca jonë personale, po nga ato që ekspertët thonë. Edhe qoftet me patate të zjera, me spinaq. Shifeni dhe pjesën e brëndshme të tyre, qëndron e butë, sepse është patatja brënda në formën e pures. Normalisht, edhe gojën po ta kesh të meqe. Këtë ngjyrën e verdhë të bukur që kanë marrë, është nga keri që kemi shtuar. Nëse nuk kemi keri, mund t'i shtoni erza të tjera të kuzhinës që ju përdorni. Nëse s'keni keri, dashuri dhe asnjë gjë tjetër. Nuk do ta lër të kaq të verdhë, po mund ta skuqi pak. Mund të shtojmë pak turmerik. Turmerik, me erzat e tjera, si shtovon 2 erza të tjera plus. Thash. Shtojmë pak erza për ngjyrën dhe për aromën, po ashtu dhe spinaqin do ta theksoja që e shtuam në fund, pasi përgatitëm atë brumin, e grim spinaqin dhe ja shtuam për ta punuar edhe një herë për herë të dytë. Të bëftë mirë çaj, ndërkohë përsëritemi edhe një herë për të fundit recetën e qofte me patate dhe ne kemi përfunduar hapësirën tonë. Pastaj do të kemi telefonata, do të kemi mundësi që të komunikojmë me ju në pjesën tjetër me Eliza Gjikën. Qofte me patate dhe spinaq. Kemi 5 patate, spinaq i freskët 100 gram, 2 lugë gjelle me bimë aromatike të freskëta, 1 qep, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj spec i kuq pluhur, keri 1 lugë çaj gjithashtu që ka edhe ato erzat e tjera brenda, 1 kokër vezë, do të përdorni pjesën e verdhë të vezës, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe për skuqe, sigurisht vaj bimor për skuqe. Kjo ishte hapësira jonë në gatimit, të dyja recetat bashkë me çajin do t'i gjeni në kanalin tonë zyrtar Reze Dielli. Aty lexoni dhe recetat e tjera, postohen edhe një herë për t'ia rikujtuar bashkë me mënyrën e përgatitjes dhe me videon përkatëse dhe hidhen të ndara më vete. Po ashtu edhe bisedat dhe këshillat tona me ekspertët e Rezes, pas pak do t'jemi me Eliza Gjikën, do të flasim për muajin tetor, fillon një muaj i ri, sfidues. Po ashtu edhe në këndvështrimin astrologjik panorama do të përcillet shumë mirë për secilën shenjë për Elizës dhe po ashtu bashkë me ju do të komunikojmë për kombinimet e ndryshme, ose shenja juaj do të vi e përmendur me datën përkatëse dhe Eliza do t'ju japi shpjegim individual. Kështu që e kemi sot për gjithë hapësirën e plot, ju presim pas pak. Ne vazhdojmë skuqim edhe qoftet e tjera të mbetur, të lumshin duart. Jemi nesër me të tjera receta me Albanën, pas pak ju pres pas fleshit informativ.